Një aksident rrugor ndodhi në qendër të qytetit të Shkodrës, një automobil dhe një biçikletë u përplasin në afërsi të ish peserojve të Vigut, drejtuesi i biçikletës pësoi disa dëmtime të lehta, ndërsa u transportua me njëherë në Spitalin Anal të Shkodrës dhe sipas burimeve është jashtë rrezikut për jetën. Kjo përplasje dyshohet se ka ardhur si shkak e mos respektimit të rregullt të qarkullimit rrugor. Sipas burimeve nga vendngjarja, personi që po ecën në biçikletë nuk ndodhi në kursinë e dedikuar, por në rrugën ku kalojnë makinat, gjë e cila ka sjellë këtë aksident. Menjëherë në vendin ku ndodhi kjo përplasje, mbërriten forcat e policisë vendore të Shkodrës, grupi hetimor krijoi veprimet e duhura për të nxjerrë shkaqet e plotë të këtij aksidenti rrugor. Ajo që merret shqetësim është këto aksidente rrugore në këtë pjesë qendrore të Shkodrës, ku ndodhi kjo përplasje, janë kthyer në një shqetësim të përditshëm. Këtë javë thuajse çdo ditë në këtë zonë ka patur aksidente rrugore, ku automjetet aksidentojnë drejtues të biçikletave apo të këmbësorët. Në shumë raste, përveç shoferëve që shpesh nuk e kanë vëmendjen e duhur në timon dhe nuk respektojnë rregullat e qarkullimit rrugor, ka shumë raste të tjera kur policia rrugore nxjerr fajtor këmbësorët ose drejtues të biçikletave, të cilët nuk ecin në kursinë dedikuar atyre, por në mes të rrugës, duke u kthyer kështu në një burim të rrezikshëm aksidenti. Deri më tani këto aksidente nuk kanë qenë në pasojë të rënda gjatë kësaj jave, por janë kthyer në një problem serioz për policinë, por edhe për kalimtarët e rastit të cilët ndjehen të rrezikuar, sepse çdo ditë janë të kërcënuar nga aksidente mundshme. Në disa raste të tjera dhe në qendër të Shkodrës ka patur aksidente të tilla dhe pasoja fatale. Policia vendore e Shkodrës është angazhuar duke vendosur masën të shkuese përsërisht në përgjegjësimin të qytetarët për të zbatuar rregullat e qarkullimit rrugor, me qëllim shmangjen e aksidenteve mbetet i ulët.